Luiz Eli sapo zbuloi se mund të ketë përfshirë në videoklipin e këngës së tij më të re bashkëshorten Chiara Tito dhe bebushën e tyre të adhurueshme Luna Mari. Ai ka publikuar një video shumë të shkurtër ku shfaqen të tre të veshur me kostume popullore. Chiara gjendet në video pranë Lunës, e cila ka përcjell pafund dashuri dhe ëmbëlsi e veshur me kostum popullor shqiptar. Ndërkohë mami i saj, e cila gjithashtu shfaqet e veshur me kostum të tillë, nuk heziton t'i dhurojë një puthje në faqet e saj si petull. Fenomeni shkodran Luiz Eli nga ana tjetër shfaqet duke i rënë çiftelisë një vegël muzikore tradicionale shqiptare. Kjo video kaq e shkurtër në fund mbyllet edhe me një detaj që i bën njerëzit të mendojnë se është zbuluar titulli i këngës. Bëhet fjalë për mbishkrimin që Luizi ka vendosur në fund të videos së publikuar. Surpresim djalë është mbishkrimi dhe krahas ndodhet ora 18, e cila tregon se kur do të zbulohet dhe tregohet gjithçka me çfarë familja shumë e dashur për shqiptarët Eli ka përgatitur. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë të jetë kurioz dhe jashtëzakonisht të etur për të ditur më shumë rreth këtyre xhirimeve që ata kanë realizuar. Kushto që e ka parë postimin e fenomenit shkodran ka vërshuar menjëherë me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt tyre, duke u lënë të kuptuar se ua kanë kënaqur syt me këtë projekt i cili ende nuk dihet se çfarë mund të jetë dhe se si do të jetë. Mjaftuan vetëm disa sekonda që rrjeti të ndizej dhe të shpërthente me pyetje se çfarë ka përgatitur kjo familje. Me siguri do jetë një projekt i mrekullueshëm dhe ku lezeti i gjithë do të jetë sigurisht vogëlushja e adhurueshme Luna Mari, e cila tashmë ua ka rrëmbyer të gjithë zemrën dhe shpirtin. Do na duhet vetëm të presim disa orë dhe të shohim se çfarë ka ndodhur në atë vend aq të bukur dhe aq kulturor ku prezent ka qenë edhe familja e dashur për shqiptarët Eli. Shumica prej ndjekësve të tyre po reagojnë me shumë pyetje dhe duket që duan të marrin vesh se çfarë po ndodh. Dyshimet e para janë këngë e re me videoklip ku përfshihet vogëlushja e shkodranit të zemrës me moderatoren bukuroshe Chiara Tito, e cila gjithashtu rezaton me atë kostum aq të veçantë popullor.